Gocani, ja kjo është darka jëmë për sot. Sot bera supë. Me mish, vici, makarona nga të voglat, që janë si oris, qep, sedano, karota. Me qenë se për jashta ishte shumë ftohtë, edhe më thash të bëja një pjatë supë. Doli super. Vetëm që Eliana na bëri qiknaze. E këtu edhim qepët, karotat, patatet, arro, ka edhe patate. Unë nuk i skuqa. I hodha kështu që shishin, i hodha mishin e viçit, i hodha të gjitha bashk, 2 gjethe dafin, sa për aromë, vaj ulliri, edhe ujë. I hodha ujë sa mbuluan, se normal, ja këtu i kam ndarë që të gjitha verdurat, mishi me vete, verdurat me vete, ja. Me zi ndava. Tani do t'i grim. Ja verdurat i grim që të gjitha. Tani hedhim dhe këto makaronat se ti porizi. I trazojmë shpesh se zën qik nga ajo që kanë dhe pataten, karotën, edhe duhen trazuar vazhdimisht. Tani unë i hodha dhe një qika shu skamorza affumicata, i thonë këto në Itali, nuk e di që i thonë shqip. Ju bëth mirë darka, natën e mirë, se unë kam punë tani, ju kam shumë gjallë dhe faleminderit për mesazhet e bukura dhe kush ka dëshirë të më ndjeki natën, shoqe shoqe.